Shqipëria ka barazuar në shifrat 1-1 ndaj Letonisë në transfert. Një barazim që shkakton dhimbje koke për shqiptarët, ndërsa më njëherë pas marrimit të ndeshjes, koha shtesë ka përgatitur vlerësimet e bëra për disa prej futbollistëve të kombëtares. Thomas Rakosha, nota 6, shumë do të thonë se çfarë bëri më shumë se sa ajo pritje e penalltisë dhe do t'i ndajë një peshë përgjegjësie te goli i pësuar, jo i gjithë i tij sigurisht. Me të drejtë, mund të bënte edhe aty diçka më shumë, por nëse Shqipëria u trondit nga goli i barazimit në Letonia, imagjinoni se çfarë do të ndodhte nëse Letonia do të shënonte golin e para. Me mënyrën se si shkoi ndeshja, logjikisht, nëse Strakosha nuk do ta priste atë penallti, Letonia do të fitonte kundër Shqipërisë. Strakosha na shpëtoi nga turpi i vërtet. Marash Kumbulla, nota 4. Kumbulla, çfarë të ndodh te Shqipëria? Ne kemi thënë gjithmonë, Kumbulla mund të kaloj super kohë ku do luan, te Roma apo Espanjoli, po kur vjen te kombëtarja, diçka kërcet për të, as i performancët në nivelit të lartë të Shqipëria dhe gjithmonë në pasiguri të madhe, shkakton penalltin që do t'i sillte humbje Shqipërisë. I pavëmendshëm ishte rasti i tij për të na treguar të gjithëve se sa padrejtësi po i bënte Silvinho, por në fakt dha një tjetër dëshmi që jo më kot qëndron në stol të kombëtarja, zhgënjim i madh. Golat dhe notat e larta të Espanjoli i shërbejnë karrierës së tij personale, jo shqiptarëve. Ardian Ismaili, nota 4.5, ka qenë mbrojtës i vetëm i pagabueshëm të Shqipëria, por kundër Letonisë ishte ndeshja më e dobët e Ismailit në gjithë historinë e tij te Shqipëria. Një Ismaili në këtë nivel nuk e kishin parë asnjëherë. Nervoziteti i madh, ndoshta edhe për faktin e të qëndruarit në stol për një kohë të gjatë e Shqipëria dhe në mënyrë të pakuptueshme nga vendimet e Silvinhos, fati e ndihmoi pasi mund t'i jepte një penallti të dytë Letonisë. Ivan Balliu, nota 4, histori qesharake e ne shqiptarëve. Balliu në moshën 33 vjeçare shihet si zvendësuesi i LSI 2, që është në moshën 31 vjeçare. Më keq nuk mund të bënte dhe më keq nuk mund të kishte. Ajo që duhet të lutemi është që Hysaj të luajë gjithmonë si kundër Serbisë. Për pjesën tjetër, Balliu është për të harruar. Kristian Aslani, nota 6.5, lojtari vetëm që mban nivelin në ndeshje, 2 tentativa të bukura nga distanca që për fatin e keq nuk përfundojnë në port. Një super pasim për Manajn që nuk dihet se si Manaj e shpërdoroi dhe nuk e ndaloi dot topin. Një tjetër super pasim për Uzunin në atë goditë dënimin në fund. As Uzuni nuk e shfrytëzoi dot, krijoi 4 mundësi të arta, praktikisht të gjitha që kishte Shqipëria. Mrekullin nuk mund ta bëj dot për sa kohë nuk luante Interi. Armando Broja, nota 4.5. Trajneri po i heq helmin e tij për kundërshtarët, po e bën Brojën që të jetë më lehtë i menaxhueshëm për ta. Në fillim menduam se gjithë Shqipëria do të punonte për Brojën, por në fakt Shqipëria dhe Broja po punojnë për Rej Manajn në qendër të sulmit. Por për te kësaj pjese, angazhimi i tij duket në nivele të ulta, e mban topin më shumë se duhet, nuk bën asgjë të jashtëzakonshme, edhe pse fizikisht me kundërshtarët ishte vetëm dëshmi në fushë se përse Letonia ishte një ekip amator përpara nesh. Pas këtyre ndeshjeve të fundit, nuk do ngrejmë në këmbë stadiumet vetëm duke u thirrur emri i tij. Për ta rifituar atë nder, duhet të jap kontribut real te Shqipëria, asës ose gol, jo vetëm shpërthime që vijnë her pas here.